zanimanjima koji su preseljeni iz centra gde su svoje objekte uklonili u novcu, nego je ovde najviše da želimo da ostanemo ovde gde jesmo. To asnjëherë po duhet nuk ka marrë përgjigje. Qelsin për të hyrë në shtëpi mund ta përdor vetëm edhe pak ditë pasi që këtë shtëpi ky banor i Leposaviqit në fshatin Leshak e ka ndërtuar pa leje. Për këtë, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës i ka urdhëruar këta banor serb që t'i lirojnë menjëherë hapësirat shtetërore, më së largu deri më 28 qershor. Rënimet do të bëhen nga një kompani që merret me rënime të tilla, por me shpenzimet e tyre. Para lajmërimin, këta banore marrën nga autoritetet lokale me urdhër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke theksuar se shtëpit janë ndërtuar në tokën e kësaj ministrie. Mos përfilljen e shtetit e Kosovës, ata e shohin si krejt diçka normale, edhe pse uzurpuan prona të cilat i takojnë Republikës së Kosovës. Kokforcinë e tyre e vunë pa kur ishte koha që t'i drejtohen institucioneve të Kosovës, respektivisht komunës së Leposaviqit për legalizimin e tyre, sepse një gjë të tillë ata nuk e bën ende. E pikërisht para këtyre shtëpive që janë ndërtuar pa leje prej më shumë se një dekade, ndodhet një stacion policor i ndërtuar vitin e kaluar. Në shtator të vitit 2024, në vendosjen e gur themelit për ndërtimin e këtij stacioni policor, ka marrë pjesë edhe kryeministri tani më në detyrë Albin Kurti. Me dokumente të tilla, banorët serb pretendojnë se gëzojnë pronësinë e tyre dhe të shtëpive e lokaleve në këtë rrugicë, mirë po dokumentet e lëshuara nga Republika e Kosovës nuk posedojnë. Gjetemi tani në një lagje të fshatit Leshak të komunës së Leposaviqit, edhe kemi ardhur këtu me i pyet banorë të cilët i përkasin komunitetit serb, me i pyet se cili është mendimi i tyre rreth vendimit të qeverisë së Kosovës, të cilët ju kanë thënë se këto prona duhet i lirojnë më së largu deri më 20 qershor, kjo për arsye se kanë uzurpuar pronat e Republikës së Kosovës dhe ato i takojnë pra pikërisht shtetit tonë, shtetit e Kosovës. Për këtë kemi me i pyet banorët se çfarë mendojnë dhe se a ju besojnë institucioneve të Republikës së Kosovës. Për lajmin e njëri nga këta banorë tha tërthorazi se nuk posedojnë leje për objekte të tilla, pasi që lejen atë botë e kishin marrë vetëm për objekte të përkohshme të dislokueshme. Kuće su izgrađene oko 20 godina i više. Su stare. Po ovim papirima što ste dobili, ljudi su dobili ovde lokalne dozvole za izgradnju montažnih objekata da bi se bavili određenim zanimanjima koji su preseljeni iz centra gde su svoje objekte uklonili i dobili su ovde dislokaciju gde su postavili objekte. U međuvremenu ukazala se potreba za zbrinjavanje ljudi i porodica i onda su ljudi nastavili sa tvrdom gradnjom da bi zbrinuli samo svoje porodice, familije, da bi živeli, ali ne da bi nešto prekršili neko pravilo ili bilo šta drugo. Dozvolu za privremenu gradnju i pomeranje objekata imate u vašem fotu, u papirima imate sve ovde izloženo i to je u tom periodu dala UMNIK administracija. Računali smo, pošto je UMNIK administracija dala te papire, računali smo da je to legalno i zvanično i da ne bi u buduće predstavljalo nikakav problem, pošto u tom trenutku nije postojala kosovska administracija. Banori ka thënë që zgjidhja e vetme ndoshta për ta do të jetë fjetja në rrugë. Da ovom ne verujem da ćemo biti raseljeni, želimo da ostanemo da živimo, jer mi nemamo gde da idemo odavde. Jedino da idemo u park ili na ulicu, ili ne daj Bože da idemo ispred neke ambasade, američke, engleske, švajcarske, da tražimo azil i da odemo. Ali džabe što je to tamo uređene države i što je tamo lepo i dobar standard i sve to, nama je opet najlepše ovde na Kosovu i mi bi najviše želeli ovde da ostanemo i ovde da živimo. Nije sve ni u standardima, ni u parama, ni u novcu, nego je ovde najviše da želimo da ostanemo ovde gde jesmo. Gde smo uložili naš trud, rad, krediti, banke. Mbi 15 familje të këtij fshati përballen tani më kërkesë të njëjtë. Të rënojnë objekte të ndërtuara ilegalisht në afërsi të stacionit të policisë deri më 28 qershor. Përndryshe, Leshaku është fshat që ndodhet rreth 10 kilometra larg pikës kufitare me Serbinë në Jarinje. Lajminet ka pyetur Ministrinë e Punëve të Brendshme se çfarë planifikon që të bëhet me tokën në fjalë ku janë të ndërtuara këto objekte të paligjshme, por deri në publikimin e kësaj historie nuk ka marrë ndonjë përgjigje.
Autoritetet lokale në Leposaviq thonë se toka në të cilën janë ndërtuar këto objekte i përkasin stacionit të policisë, përkatësisht Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, dhe se i kanë ftuar pronaret për negociata rreth 2 muaj më parë, por se ata nuk janë përgjigjur. Lajminet ka biseduar për këtë çështje edhe me nënkryetaren e komunës së Leposaviqit, Marina Bogojević, e cila tha se janë munduar non-stop t'i kontaktojnë për të kërkuar nëse posedojnë ndonjë dokument mbi pronësinë e tyre, mirë po nuk janë përgjigjur. Mi kad smo dali obaveštenje. Maseve gjitha emaila që i kanë çuar Ministritë Brendshme mi a lyp të paktën një letër nëse kanë ata që ato prona janë ligjit ose janë jashtë ligjit, po asnjëherë po thotë nuk ka marrë përgjigje. Në një periudhë kohore prej 1 jave na jena mundu non-stop me u shkruaj po thotë, po nuk kena marrë asnjëherë një letër sa i përket asaj pjese pronësisë. Bogojević shton se ligjet duhet respektuar sa i përket kësaj çështje. Gde živim? Ligjeve atëherë unë duna me vazhdu mi respektua dhe nuk kam përfarë zgjidhje tjetër sa unë amë. Po thotë jam shku në stop i kam kontrollu, po... Ndërtimet pa leje në Kosovë ka nisur pas periudhës së luftës më 1999, kur qytetarët dhe biznesmenët kanë ndërtuar apo rindërtuar objekte pa i respektuar procedurat ligjore apo planet urbanistike.